Sot kërkova të mbledh asambleja. Mu tha që nuk do ketë asambleje sepse mjafton asambleja që është bërë në korrikun e vitit kaluar. Pra ky njeri që mendon që ka një bilanc kaq të mirë, pse ka frikë të zgjidhet? Për fat keq është një grabitje. Ky është një mandat i grabitur, me të cilën nuk mund të pajtohem dhe nuk do pajtohem kurrë. Shumica jonë, e sikur të kenë 140 vota në parlament, nuk mund të marrë vendim që në vitin 2017 nuk ka zgjedhje. Apo të marrë vendim që me që në vitin 2013 ne fituam zgjedhjet, atëherë mandati jonë zgjatet, legitimiteti jonë nuk kuptohet. Kjo është ajo që po ndodh në Partinë Socialiste. Pa ka njeri që mund të mendojë se në Shqipëri reformat dëmtohen nga zgjedhjet, ne jemi vend që nuk kemi bërë zgjedhje për 50 vjet. Do futemi prapë në një cikël të ngjashëm. 50 vjet kemi pasur zgjedhje. Ky popull është i uritur për të votuar. Në Partia Socialiste për fat keq po ajo është mundsi. Ka ardhur koha të kërkojë llogari kryetarit të Partisë Socialiste që nuk do të zgjidhet. Dhe për fat keq nuk ka as burrnin ta thotë të gjë vet. Po vët sa të tjerë që thonë po sigur ta mendojmë. Ka pritshur Edi Ramës për të mos u zgjedhur, po kthehet në normë politike. Unë këtë se pranoj. Nëse kam një arsye për të kandiduar në këtë kongres, është interesi publik. Për shkak të metodës drejtimit Edi Ramës, nuk po mbron interesi publik, po e koncesionon ekonominë kombëtare. Po jep shërbimet, po jep mbledhjen e taksave. Nëse vazhdojmë në këtë ushtria tjetër me koncesion, Edi dhe Eduardi janë shumë të ngjashëm, ja u kam thënë edhe një herë, edhe sot ishin njësoj. Të dy nuk folën. Nuk foli as Edi, as Eduardi. Ai që kërkoi të dyve është të dalin nga garë dhe të kërkojnë garë. Flisni ju nga pozicioni një Sejrxhiut me gjithë dokumente që bët, ashtu sikur se ka deklaruar zoti Rama? Dgjoj. Po të marrë një rast. Dikush që shul në një stol, edhe ky që ka mund. Edhe dikush që kalon aty edhe vjedh një makinë. Kush nga dy i bën më dëm shoqërisë? Ai që është shef, apo ai që vjedh makinën? Ky është rasti im me Edi Ramën. Nëse unë bëj se hir se si ai po grabit një parti, unë nuk i bëj më shumë dëm kësaj partie. Kjo është diferenca, pra, kuptoni këtë gjë. Një debat i tillë në mes të reformave më të rëndësishme që synojnë ta fusin vendin në shinat e ligjshmërisë dhe demokracisë. Një debat i tillë në kushtet kur Edi Rama me emrin e vet, me siglën e partisë, ka fituar bindshëm 2 palë zgjedhje, ka marrë votat e më shumë se sa thjesht socialistëve, ka marrë votat e shqiptarëve për të jetësuar një vizion. Një debat i tillë në këto kushte dhe në këtë moment mendoj që është i papërshtatshëm. Pa diskutim që Kongresi duhet ta interpretojë statutin, ndoshta do të ketë një vot besim të kryetarit.